Përshëndetje të dashur miq, ja ku po ritakohemi sërish së bashku, këtë herë me lajmin bomb edhe ekskluziv. Sonte pranë jush do të sjellim disa nga emrat që do të bëjnë namin në Big Brother VIP Albania 5. Fatkeqësisht, i përzgjedhur për këtë spektakël ishte edhe këngëtari i mirënjohur sot i ndjer Shpat Kasapi. Por kush janë emrat të cilët do të nisin me 20 dhjetor këtë rrugtim? Do me thënë Big Brotheri do të fillon më datën 20 dhjetor. Edicioni 5 i Big Brother VIP Albania do të nisë më 20 dhjetor dhe këtë vit vjen me një mungesë të rëndësishme që ka prekur publikun. Këngëtari i njohur Shpat Kasapi, i cili thuhej se do të ishte në listën e të ftuarve, u nda nga jeta në mënyrë të papritur duke lënë pas një dhimbje të madhe të familjarëve, miqve dhe tek fansat. Megjithatë, produksioni po përgatit një sezon të fortë me shumë figura të njohura që pritet t'i bashkohen këtij reality show më të ndjekur në Shqipëri. Lista e emrave që qarkullon tashmë po shkakton reagime dhe debate në rrjet. Burimet tregojnë se banori i cili do të jetë pjesë e kësaj shtëpie është Erik Fullani, partneri aktual i Sara Hoxhës, ish partnere e Ledri Vulës. Do të jetë pjesë e këtij edicionit. Për të, kjo do të jetë dalja e parë në një format kaq të madh televiziv, duke zgjuar kurreshtjen e publikut për mënyrën si do të paraqitet dhe si do të përballet me sfidat e shtëpisë. Një tjetër emër që pritet të gjendet mes banorëve është Santana Çomora. Kjo është gazetare, është personazh i njohur. Ndërkohë, pas debatit që bëri buj mes saj dhe Enxhit, do me thënë debati mes Enxhit Nasufi dhe Neada Muça, Enxhi është një tjetër banore që mendohet se do t'i bashkohet Big Brotherit, duke qenë një nga figurat që ka ditur gjithmonë të tërheqë vëmendjen. Hyrja e saj pritet të sjellë dinamika të forta dhe zënka tipike për këtë format. Edicioni Big Brotherit po shihet si një nga më të komentuarit deri më tani, fal kombinimit të personazheve të reja, historive personale dhe pritshmërive të larta të publikut. Spektakli nis më datën 20 dhjetor dhe sipas të gjithë gjasave këtë vit gara për famë dhe çmim do të jetë shumë e fortë dhe më e fortë se kur. Do me thënë, Big Brother VIP Albania do të nisë më datën 20 dhjetor dhe këto janë emra që në fakt përfliten që do të jenë pjesë e kësaj platformës. Tani nga këto emra, Enxhi Nasufi, e cila u tha që u përjashtua nga televizioni Top Channel për shkakun e zënkës që kishte me kolegen e saj në emision, sot del që Enxhi do të jetë pjesë e formatit Big Brother. Në fakt është një emër që përflitet me muaj të tërë, por në anën tjetër kemi dhe Erik Fullanin, partnerin e Sara Hoxhës, i cili nuk është figurë publike, por që siç duket do të bëhet figurë publike tashmë në Big Brother. Gjithashtu ishte i konfirmuar edhe i ndjeri Shpat Kasapi. Data 20 dhjetor është data kur do të hapen dyert e asaj shtëpie. Dua të marr mendimin tuaj.